martesë të djalit të vogël të Shyritëve Lulit, ja vërteta pas lajmit që bëri bujë në rrjetet sociale. Prej disa ditësh në rrjetet sociale dhe disa portale të njohura të showbizit ka qarkulluar lajme se djali më i vogël i këngëtares së njohur të muzikës popullore, Shyritëve Luli, është në prag martese. Kjo informacion bëri bujë më njëhershme. Duke ngjallur kurreshjen dhe reagime të shumta nga publiku dhe fansat e familjes Beluli Salihu. Sipas themeve, Lumi djali i vogël i Shyritës thuhet se kishte filluar përgatitjen për një ceremoni martësore të afërt, duke përfolur edhe për një lidhje të mundshme që ai po mbante larg syve të publikut. Kjo temë bë mjaft e komentuar duke u ndarë gjerësisht në rrjetet sociale. Megjithatë, burimet e sakta duke cilësuar si të pavërtetë. Asnjë deklaratë zyrtare nuk ka ardhur nga vetë Lumi, që të konfirmojë ndonjë lidhje apo përgatitje për martesë. Për më tepër, profili i tij në rrjetet sociale nuk përmban asnjë indikacion për ndonjë romancë apo fejesë. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.